Komisioni Evropian prezantoi një plan veprimi për industrinë e çelikut dhe metaleve. Në një sektor të karakterizuar nga konkurrenca e fortë ndërkombëtare, ekzekutivi evropian planifikon të shtrëngojë kuotat e importit duke synuar reduktimin me 15%. Për disa vite, kapacitetet e tepërta globale, veçanërisht në Azi, kanë goditur rënd porositë e fabrikave tona, tha zëvendës presidenti i Komisionit Stefan Sejourn, ndërsa prezantoi një plan veprimi për industritë e çelikut dhe metaleve, duke shtuar: "Ky është prioriteti numër 1. Ne duhet të mbrojmë fabrikat tona të çelikut nga konkurrenca e huaj e pandershme, ngado që mund të vijë që kur amerikanët vendosën një tarifë prej 25% për të gjitha importet e çelikut dhe aluminit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian ka qenë i shqetësuar se do të shohë më shumë kapacitete të tepërta globale të çelikut që vërshojnë në tregun e tij. Në vitin 2018, gjatë një mosmarrëveshje tregtare me administratën e parë Trump, Bashkimi Evropian prezantoi një masë mbrojtëse për të kufizuar importet e çelikut, që atëherë kjo është rinovuar disa herë. Nga prilli në vazhdim, Komisioni do të rrisë këto kuota për të marrë një reduktim të mëtejshëm prej 15% të importeve. Ajo gjithashtu ka njoftuar se do të paraqesë një zëvendësim të klauzulës mbrojtëse në tremujorin e tretë të 2025-s, që do të skadojë në vitin 2026. Plani veprimit për çelikun dhe aluminin përfshin gjithashtu një hetim mbi aluminin në tregun e Bashkimit Evropian për masa të mundshme mbrojtëse. Europa duhet të jetë një lojtar global i çelikut, jo një shesh lojrash, paralajmëroi Sejourn. Për të mbrojtur tregun e saj nga konkurrenca pandershme globale, Bashkimi Evropian planifikon gjithashtu të prezantojë një rregull për importet e metaleve. Bloku duhet të parandalojë importuesit e huaj që të anashkalojnë masat e mbrojtjes tregtare, të tilla si masat anti-subvencionim, duke kryer fazën përfundimtare të procesit të prodhimit në një vend të tretë që nuk u nënshtrohet masave përpara dërgimit në Bashkimin Evropian. Sipas rregullit të ri, Komisioni do të jetë në gjendje të veprojë kundër vendit ku metali është shkrirë fillimisht për të eliminuar mundësinë e ndryshimit të origjinës së produktit metalik, duke kryer transformim minimal.